Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë, ja kush nuk duhet të pijë kafe turke dhe sa duhet të pini në ditë. Tani më të gjithë e dimë se kafeja ka vlera të pasvendësueshme shëndetësore. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por a kishin menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpinë tonë, kafeja turke është një nga shoqëruesit e përditshëm. Vetëm kur jeni në lëvizje, duhet të mjaftoheni me kafen ekspres. Madje askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. E keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres si kur pini kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Kafeja turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes, pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarin e kokrave të pjekura të kafes dhe zgjerrjen e tyre me ujë, ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokrizat e madhësisë së rrës. Më pas, përgatiten në makinat e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve që ndodhen te kafeja, kafestoli dhe kaevoli. Dy minerale yndyrore të cilat gjenden te bima e kafes, të cilat janë në pajisje të rëndësishme sa dhe antioksidantët. Por kush nuk duhet të konsumojë kafen turke? Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli i lartë ose ato që kanë në familje të tyre raste me sëmundje të zemrës, këto dy minerale janë vërtet të dëmshme. Studimet e fundit sipas Health.com kanë vërtetuar se këto dy substanca te personat që vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar edhe shëndetin e zemrës pasi ajo nuk furnizohet me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke nga këto persona arrit dukshëm nivelin e kolesterolit me të paktën 10%. Gjithashtu, pirja e kafes turke mund të ndikojë në nivelet e përkeqësimit të kolesterolit, duke qenë se kafeja turke përmban 7.2 mg të kafestolit dhe 7.4 kaevol, ndërkohë që kafeja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila substancë. Kjo për ekspertët është një dhënë e dobishme pasi tregon se njerëzit që vuajnë nga kolesteroli duhet ta konsumojnë më shumë kafen ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë probleme, kafeja turke nuk përbën ndonjë rrezik për shëndetin e tyre. Kafeja e mëngjesit është shndruar në një rutinë të përditshme për shumë persona, ndaj shpesh lind nevoja se cila nga dijet tona efektive mund të ndikojë në shëndetin tuaj. Sipas studimeve, ndonse kafeja ka disa përparësi, prap nuk duhet të lihet anash efekti negativ që ajo shkakton. Sido që të jetë, shumica e njerëzve nuk mund të fillojnë ditën e tyre pa një filxhan kafe të nxehtë të kafes së zezë në mëngjes, akoma pa ngrënë mëngjesin. Nuk është të çudi që pas kafes, shumica e njerëzve shmangin të hanë ushqime të para në përditshmëri, sidomos herët në mëngjes. Studime të shumta kanë treguar se kafeja duhet të pihet 1 orë pas zgjimit dhe madje kurse si në stomak të zbrazët. Kafeja duhet të shmanget të pihet menjëherë pas zgjimit sepse atëherë niveli i kolesterolit është më i lartë dhe përgjithësi edhe kontrollon orën biologjike. Një filxhan kafe në stomak të zbrazët mund të shkaktojë urtë, fryrje dhe në disa raste edhe të vjedha. Përpiquni që në mëngjes të hani të paktën një fet bukë përpara se të pini kafe, dhe në qoftë se nuk mund ta bëni atë, atëherë e konsumoni kafen me qumësht, në mënyrë që të evitoni kështu dëmtimet tuaja të drejtpërdrejta të shëndetit tuaj. Përbërja kimike është e mirë, por të gjitha lëndët ushqyese përkthehen në një sër ndryshimesh dhe përfitimesh për shëndetin tuaj. Prandaj kafeja duhet të konsumohet gjithmonë pas mëngjesit dhe asnjëherë në orët e vona të mbrëmjes. Kështu kafeja do të ofrojë shumë përfitime për trupin. Kafeja ndihmon në shëndetin e trurit tuaj. Fal kafeinës mundeni të përmirësoni funksionet tuaja njohëse, prandaj do ju ndihmojë të kaloni në një ditë më të lehtë dhe pa vështirësi gjatë saj. Do të përqendroheni më shumë në studimet tuaja. Kjo fal faktit se bllokon adenozinën dhe ridopaminën dhe neuropinefrinën, që përshpejtojnë funksionet e trurit. Kjo gjithashtu kontribon në kujtesë dhe rritjen e energjisë, madje përmirëson edhe disponimin. Kafeja parandalon rënjen e njohjes.
Një tjetër nga vetit efektive të kafes është se ndihmon në parandalon ose vonon efektin e sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimeri dhe Parkinsoni. Disa studime sipas Health.com kanë përcaktuar se konsumi i rregullt i kafes mund të zvogëlojë shanset e këtyre problemeve me të paktën 60%. Kafeja përmirëson performancën fizike. Edhe kafeina ndihmon në rritjen e niveleve të adrenalinës në organizëm, gjë që e bën trupin të përgjigjet më mirë kur duhet të marrë një përpjekje fizike. Prandaj mund të përmirësojë performancën dhe të zvogëlojë ndjenjën e lodhjes për shkak të aktivitetit fizik. Kafeja është një antioksidant. Studimet, si ato të kryera nga CSIC, kanë treguar se kafeja është e mrekullueshme dhe një burim i antioksidantëve. Kjo mund t'ju ndihmojë të mbani shëndetin e mirë dhe të parandaloni plakjen e qelizave tuaja. Përveç kësaj, siguron një muri vitaminash dhe mineralesh që ju ndihmojnë gjithashtu të forconi shëndetin. Në fakt, mund të mbajnë në një shumë antioksidantës si frutat dhe perimet. Kafeja mbron shëndetin e mëlçisë. Një tjetër studim nga Universiteti Southampton pohoi se një filxhan kafe në përditshmëri mund të zvogëlojë rrezikun e cirrozës së mëlçisë me 25% dhe 4 filxhan mund të reduktojnë deri në 65%. Prandaj është e mirë për shëndetin e mëlçisë, por kjo nuk do të thotë se duhet ta teproni me të. Kafeja djeg gjithashtu edhe yndyrën. Nëse doni një dietë të mirë dhe dëshironi të humbisni peshë, duhet të dini se kafeja është një substancë natyrale që ka veti djegëse të yndyrës. Falti metabolizmi mund të përshpejtojë dhe të eliminojë gjithçka që ka mbetur. Prandaj, kombinimi i kafes me një dietë e ekuilibruar ju ndihmon të qëndroni në formë. Kafeja është e pasur me probiotik. Konsiderohet si një ushqim funksional ashtu si çdo efekt probiotik, kështu që mund të mbrojë shëndetin tuaj të zorëve. Kjo do të thotë ushqim florën bakteriale të zorëve, stimulon sekretimin e stomakut, aktivizon prodhimin e tëmthit dhe kontrastit e fshikëzës së tëmthit, gjë që e bën atë tretëse të merret parë ngrënies. Kafeja ndihmon në parandalimin e astmës. Edhe pse duket e çuditshme, ka edhe studime që përcaktojnë se kafeja mund të përmirësojë simptomat e astmës, por gjithmonë duke mos e tepruar. Kafeja mund t'ju ndihmojë në problemet tuaja me depresionin nëse nuk e shkaktoj atë nga mbi doza. Kjo për shkak se kafeina mund të bllokojë molekulat e lidhura me stresin, kështu që personat me këto probleme që pinë kafe çdo ditë u vëzhguan se reduktuan nivelin e tyre të stresit. Kafeja ju ndihmon gjithashtu në shëndetin e zemrës suaj. Kafeja e konsumuar me moderim mund të zvogëlojë rrezikun për të pasur një atak në zemër. Kjo për shkak të reduktimit të kalciumit të pranishëm në arteriet koronare, duke minimizuar shanset për të pasur një infarkt miokardit, citon Health.com. Kafeja ul rrezikun e rritjes së niveleve të sheqerit. Ekzistojnë gjithashtu disa studime që tregojnë se konsumatorët e rregullt të kafes kanë 50% më pak mundësi të zhvillojnë diabetin e tipit 2. Arsyeja e këtij përfitimi qëndron te përmbajtja e lartë e antioksidantëve, të cilët gjithashtu mund të parandalojnë këtë të keqe që prek shumicën e njerëzve, vetëm se kafeja nuk duhet jetë e pasuruar me sheqer. Gjithashtu, kafeja mund të ketë kundërndikimet e saj. Nëse vuani nga ankthi ose nervozizmi, mos e konsumoni kafen. Nëse vuani nga shqetësimet e zorrës dhe keni nevojë të shkoni më shpesh në tualet, mos e pini kafen. Kafeja është një pije mjaft e njohur në të gjithë globin me një numër të madh të përfitimeve. Sipas Healthline renditëm dhe do të shtojmë disa të tjera që kafeja mund të shtojë në trupin tuaj. Ajo mund të përmirësojë nivelin e energjisë dhe t'ju bëjë më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues të trurit që shkakton një efekt stimulues, përmirëson nivelin e energjisë, gjendje shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve të trurit. Andaj duhet të jetë pjesë e dietave tuaja të përditshme. Gjithçka që duhet të keni parasysh është të mos e teproni me kafen dhe gjithashtu ta përdorni atë në mënyrën e duhur, pa e tepruar të paktën deri në 2 filxhan në ditë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.